Pas iniciativës së prindërve që humbën fëmijët e tyre në diskotekën Puls, më 9 dhjetor komisioni anketues për mbrojtje të drejtave dhe lirive të njeriut do të mbajë seancë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Këtë njoftim e bëri kreu i këtij komisioni Dimitar Apasiev, i cili mes tjerash foli edhe për iniciativën e LSDM-s dhe të VMRO-s për krijimin e 2 komisioneve të reja anketuese në Kuvend, me qëllim zbardhjen e rasteve të dyshimta përfshirë këtu edhe rastin në diskotekën Puls. Tha se si parti opozitare do të përfaqësues në 2 trupat anketues që pritet të formohen, të cilat do të jenë të përkohshme. Do të jetë një komision ad hoc që duhet të përfundojë funksionet e tij kuazi hetimore brenda 45 ditësh ose 2 muajsh, sepse sipas ligjit dhe rregullores së procedurës, neve nuk na lejohet të hetojmë si prokuroria publike, por mund të gjejmë përgjegjësi politike. Ndërkaq, komisioni anketues që unë drejtoj është komision anketues i përhershëm dhe punon rregullisht pavarësisht këtyre të dyve, një nga VMRO-ja dhe një nga opozita, të cilët janë komisione anketuese ad hoc. Për komisionin anketues që pritet të formohet me mbështetje, kanë dalë edhe nga koalicioni shqiptar Vlen, nga ku thonë se komisioni anketues duhet të zbardhë të vërtetat e të gjitha rasteve tragjike, duke përfshirë këtu spitalin modular në Tetov, rastin Besa Trans dhe rastin Durmoturs, po edhe rastin e fundit në diskotekën Puls. Qëndrimi ynë ka qenë dhe mbetet i qartë se duhet komision gjithëpërfshirës, duke shmangur çdo çështje selektive apo të motivuar politikisht, dhe pikërisht një komision i tillë po formohet. Tani komisioni do të shqyrtojë me seriozitet dhe me mandat të gjerë të gjitha rastet e rënda që kanë tronditur vendin. Vetëm një çështje e tillë mund të nxjerrë në pa dështimet dhe bëshllëqet institucionale që kanë kushtuar jetë. Kujtojmë, në Kuvend aktualisht ka 2 iniciativa për të krijuar komisione anketuese dhe deputetët po mbledhin në nënshkrime. Njëra iniciativë është marrë nga opozitarët e LSDM-s, ndërkaq iniciativa e dytë është marrë nga VMRO-DPMN dhe partnerët e koalicionit.